Por kronika që sjellim tash, apo më mirë them një reportazh shumë i këndshëm, nuk ka të bëjë me vulkane, nuk është aq i nxehtë apo i rrezikshëm në aspektin shëndetit apo jetës njerëzit, por është shumë e rëndësishme, të besoj shumë e këndshëm për ata që i duan orët e vjetra, ato që i mbanin në xhep dikur, apo ato që i mbanin në mur. Një koleg i yni ka pasur mundësi që takohet me një koleksionist orësh, koleksionist të orëve të vjetra të xhepit, dhe ai thotë se në fakt ato në të kaluarën kishin vlerë shumë të madhe. 2 orë xhepi në kohë të kaluara kushtonin sa mund blet sot një shtëpi. Ta shohim rrethimin. Të gjitha ngjarjet mund të përshkruhen në një kohë që mund të jetë e kaluara, e tashmja apo e ardhmja. E me kalimin e periudhave të ndryshme, jeta vetëse bëhet më dinamike. Duke pasur parasysh këtë, për nevojë është një matës i kohës, që pos ditës, muajit apo vitit, njerëzit do të mund të informoheshin edhe për orët, minutat dhe sekondat. Dhe për këtë arsye nevojitej një pajisje e re që do të quhej orë, që vjen prej fjalës French Cloche, që në kuptim ka këmban. Pajisja e parë që shërbente për matjen e kohës ishte punuar nga egjiptianët në vitin 1500 para Krishtit, e ngjashme me formën e një katrori T, ku pozita e hijes tregonte orën në kohë lokale. Pas kësaj pajisjeje u zbuluan edhe shumë të tjera si ora e ujit, ora diellore, ora mekanike, por asnjëra nga këto nuk kishte mundësi të tregonte sekonda dhe minutat. Ato shënonin vetëm një orë dhe tingëllonte çdo çerekore deri në vitin 1659, kur u shpik ora e parë mekanike që tregonte kohën me saktësi. Ndërsa në ditët e sotme është shumë e thjeshtë për ta shikuar orën jo më larg se sa në celular, pra orë ke gjithka. E për të rikthyer nostalgjinë e orëve të vjetra të murit me kamban dhe orëve të xhepit, ne vizituam Refet Bushatin, i cili është brezi i tretë i familjes së tij, që e ruan me shumë dashuri disa nga ato orë të vjetra. Familja jonë e ka themeluar këtë ze në vitin 1888 prej gjyshit Jahja. Mandej gjyshi e ka asit vazhdu, baba e ka vazhdu prap, domethënë e ka marrë prej gjyshit, edhe unë e kam vazhdu prej babës, domethënë si trashëgimi zejën e urtar. Për këtë koleksionist, aca është këndshme puna me orët, është edhe vështirë nga se punohet me shumë pjesë të imta. Kjo është një ze shumë e rëndë, duhet me pas, njeri duhet me qenë mas pari me pas durim të madh, duhet me qenë inteligjent, se kjo është punë shumë e rëndë, është ze që ka punohet me pjesë shumë timta. Sa u përket orëve të xhepit, ato dikur kishin vlerë shumë të madhe. 2 nga këto orë kapnin vlerën e shumës së një shtëpie, ndërsa në ditët e sotme është shumë e vështirë t'i gjesh ato orë, sepse janë shumë të pakta në numër. E këto orë mund i posedojnë vetëm ata që i kanë trashëguar nga baballarët apo nga gjyshrit e tyre. Këto janë orat e xhepit, këto janë ora shumë të vjetra, që për shembull kjo është ora Omega. Kjo është një orë që i ka ndoshta gjatë 80 vjet, edhe këta në atë kohë i kanë mbajt njerëz që kanë pas parë, domethënë njerëz të pasur. Me një sifar ore, domethënë ke mujt me ble gati që shme tonja gjithë shtëpia atëherë. Domethënë shumë njerëz të pasur, gjatë kur s'ka mujt me marrë, si jo. E kjo ka qenë edhe ferrovi, domethënë e porositën krejt për ata punëtorë që kanë punu me lokomotiva, domethënë me tren. Mandej këto janë orat e Dukatit, edhe këto janë luks, edhe këto i ka 80 posorjet, edhe këto janë krejt Florinit, shumë e mirë punë. Krejt këto janë prodhimi Zvicrës. Edhe kjo është një markë e njohur Zenit, ndërmarka më të njohur, edhe kjo i ka 89 vjet. Këta krejt domethënë që kanë pas dikur një vlerë të madhe. Para disa vjetësh, këto ora, nga të rinj që i kishin trashëguar prej më të vjetërve, ishin përdorur edhe si aksesor, ndërsa sot ato janë zëvendësuar me orë digjitale të dorës natyrisht.
përpara ka qenë interesimi më i madh, sash nuk vajnë. S'ka shumë atë për momentin që kanë 3-4 janë me bateri dhe s'kanë kufa vjetë me 15-20 euro me një orë gjepit edhe s'ka vjetë. Orët elektronike kanë dalë më shumë edhe me dizajnatorët, për shembull Armani, Dolce Gabbana edhe ata po vetë dizajnojnë ato orë, edhe mbledhin kajmakin e mirë, nuk kanë ku me di çfarë kvaliteti dhe shqesin e mirë. Procesi i këtij pastrimi, domethënë me pasur një orë, janë 20 minuta gjatë tone, me provoj domethënë 15-20 minuta, krejt shkepët, një nga një pasrohet, lyhet, që këto kushtet janë asit gurt, rubina, domethënë Zvicër asit, ato lyhen krejt edhe 2 vjet deri në 3 vjet mandej s'ka nevojë me asit mirë. Domethënë krejt procesi 20 minuta maksimum është. Nëse mirë mbahen mirë, domethënë çdo 2-3 vjet bëhet servisi, mundet me këtë kvalitet edhe 150 vjet, edhe 50 vjet ka punën. Që lupa, dana, pincetat edhe kashavitat, që to e pjesët kryesore, mandej ka shumë lloj të lipar. Kjo është për çdo pjesa kryesore që bona kontroll. Këtu kontrollohet mekanizmi i orës elektronike, domethënë orës janë edhe mekanik edhe elektronik. Por nuk i dihet modës. Kohëve të fundit shumë gjëra janë kthyer nga e kaluara. Nuk është e çuditshme nëse këto orë gjepi një ditë do t'i shohim sërish si aksesor edhe te moshat e reja.